Për herë të parë që prej krijimit të saj, Festa e Birrës, një nga aktivitetet më të rëndësishme verore të Korçës, nuk do të zhvillohet në qytet, por në Drenon. Edicioni i 20 i festivalit, që do të mbahet nga 12 deri më 16 gusht, është zhvendosur në zonën e njohur si Poli i Jugut, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm për një traditë që prej 2 dekadash është identifikuar me Korçë. Vendimi ka hapur debat mes qytetarëve, të cilët pyesin nëse një festë e lidhur ngushtë me Korçën dhe historinë e birrës së parë shqiptare mund të ketë të njëjtin identitet jashtë qytetit. Festa e Birrës nuk është thjesht një aktivitet muzikor. Ajo lindi si një festë e lidhur ngushtë me qytetin e Korçës dhe historinë e birrës së parë shqiptare, duke u kthyer në vite në simbol të verës korçare dhe një nga ngjarjet që tërhiqte mijëra vizitorë nga gjithë Shqipëria dhe jashtë. Vendimi ka ngjallur diskutime mes qytetarëve. Festa e Birrës nuk ka qenë vetëm një aktivitet me koncerte dhe tavolinë. Për herë të parë që prej krijimit të saj, Festa e Birrës, një nga aktivitetet më të rëndësishme verore të Korçës, nuk do të zhvillohet në qytet, por në Drenon. Edicioni i 20 i festivalit, që do të mbahet nga 12 deri më 16 gusht, është zhvendosur në zonën e njohur si Poli i Jugut, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm për një traditë që prej 2 dekadash është identifikuar me Korçë. Vendimi ka hapur debat mes qytetarëve, të cilët pyesin nëse një festë e lidhur ngushtë me Korçën dhe historinë e birrës së parë shqiptare mund të ketë të njëjtin identitet jashtë qytetit. Festa e Birrës nuk është thjesht një aktivitet muzikor. Ajo lindi si një festë e lidhur ngushtë me qytetin e Korçës dhe historinë e birrës së parë shqiptare, duke u kthyer në vite në simbol të verës korçare dhe një nga ngjarjet që tërhiqte mijëra vizitorë nga gjithë Shqipëria dhe jashtë. Vendimi ka ngjallur diskutime mes qytetarëve. Festa e Birrës nuk ka qenë vetëm një aktivitet me koncerte dhe tavolinë. Për herë të parë që prej krijimit të saj, Festa e Birrës, një nga aktivitetet më të rëndësishme verore të Korçës, nuk do të zhvillohet në qytet, por në Drenon. Edicioni i 20 i festivalit, që do të mbahet nga 12 deri më 16 gusht, është zhvendosur në zonën e njohur si Poli i Jugut, duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm për një traditë që prej 2 dekadash është identifikuar me Korçë. Vendimi ka hapur debat mes qytetarëve, të cilët pyesin nëse një festë e lidhur ngushtë me Korçën dhe historinë e birrës së parë shqiptare mund të ketë të njëjtin identitet jashtë qytetit. Festa e Birrës nuk është thjesht një aktivitet muzikor. Ajo lindi si një festë e lidhur ngushtë me qytetin e Korçës dhe historinë e birrës së parë shqiptare, duke u kthyer në vite në simbol të verës korçare dhe një nga ngjarjet që tërhiqte mijëra vizitorë nga gjithë Shqipëria dhe jashtë. Vendimi ka ngjallur diskutime mes qytetarëve. Festa e Birrës nuk ka qenë vetëm një aktivitet me koncerte dhe tavolinë.